që shqiptarët nuk kishin nevojë të lexonin një raport Bashkimit Evropian me gjuhë edhe të rënduar për të marrë vesh se çfarë ndodh në vendin e tyre. Dhe ajo që ka vlerë më shumë janë veprat dhe jo fjalët. Në këtë rast Edi Rama ka dalë fituar me këtë, me miratemin e Ibarit. Pse i fituar? Po sepse kur do Bashkimi Evropian të ngres gupti, siç ngriti Orbanin, e vuri në cep aty, i ndërpreu çdo fond, e izoloi dhe ndodhi ajo që ndodhi. Të koston zgjedhje. Nuk e bën me Shqipërinë. Që në Shqipëri situata është shumë më keq se sa ajo që ndodhte në Ungari, sepse Ungaria nuk ishte narkoshtet, siç është Shqipëria. Ungaria nuk kishte këtë vërshim të krimit të organizuar, të parave të pista në ekonominë e saj, siç ndodh në Shqipëri. Por nuk e bën në Shqipëri. Arsye sepse nuk e bën, unë nuk e di. Ndoshta është edhe për merit të Edi Ramës. Merci ka dhënë një shpjegim tjetër në ato që është publikuar sot në letër. Nëse ti shikon shumë zyrtarë të Europës, të cilët kanë padur rastin të punojnë në Shqipëri, sot i ke nga njerëz më të pasur, duke filluar nga Federica Mogherini, duke filluar nga Romana Vlautin, e shumë të tjerë. Edi Rama është një mjeshtër i gjetjes së urave dhe kanaleve informale me lobimet e veta. Dhe unë nuk e di sa mund të vlenë shqiptarëve sot faktin që Bashkimi Evropian u shkruan që shiko, tek ju nuk bën zgjedhje të ndershme. E din shqiptarët vetë. Çështja është